12 maj shënon ditën botërore të infermierëve, një ditë kushtuar njerëzve që me përkushtim, sakrifisë dhe humanizëm janë çdo ditë pranë personave që kanë nevojë apo pranë pacientëve. Në studio kemi një infermierje me përvojë shumë vjeçare në repartet e anestezionit, reanimacionit dhe kujdesit intenziv, e cila ka ndërtuar një karrierë të pasur si brenda vendit ashtu edhe në institucione ndërkombëtare shëndetësore. Dhe ajo është zonja Flurie Ibrahimi. Mirë se erdhët zonja Flurie në emisionin e mëngjesit të Ritmi i ditës. Mirë se ju gjetëm. Së pari ju uroj festën, është dita e juaj, dita e infermierëve. Të flasim pak se çfarë do të thotë për juve personalisht kjo ditë kaq madhështore. Kjo ditë ka me vërtet një vlerë jashtëzakonisht të madhe. Infermierët janë zemra e sistemit shëndetësor. Gjithmonë jeni pranë pacientëve. Sa të themi, mund të themi janë ato heronj të e fshehur që ndoshta kujdesi 24 orësh, humanizmi, gjitha janë të në përfshira. rastet më të vështira afër pacientit e bajnë infermierën të jetë një profesion gracios, mund të them. 12 maj si dita e infermierisë është formulu për shkak të Florence Nightingale-it, infermiera e parë cila mori hapat e para në përmirësimin e kushteve, vendoi themelet e para në higjienën në spitalet shëndetësore, hapi shkollën e parë në Londër, edhe si dita e lindjes infermieres Florence Nightingale u morë nga Këshilli Ndërkombëtar si dita e infermierisë 12 maj. 12 maj të festohet. Mund të na thoni se të themi se infermierët konsiderohen një ndër shtyllat kryesore në sistemin shëndetësor. Sa vlerësohet të themi puna e tyre pikërisht në vendin tonë? Vlerësohet, mirë po jo mjaftueshëm. Çfarë duhet bëhet në këtë drejtim më shumë? Duhet të mirën më tepër përmirësimi i kushteve në vendet të punës, mungesa e personelit, personeli shkon veç ma infermieria, shkon edhe profile tjera mjekësore, shkojnë në burnout. Turnet e natës t'jenë më relaksuese kur ke personel më tepër, edhe puna edhe kujdesin ndaj pacientëve është shumë më i mirë, nivel më të lartë. A mund të themi që kemi mungesë të personelit mjekësor, sidomos të infermierëve në vendin tonë? E dim që kohëve të fundit është bërë, të themi në thojza, një trend që zakonisht personat largohen nga vendi, infermierët dhe shkojnë jashtë vendit. Dhe ndoshta kjo mund të jetë arsyeja ndoshta për kushtet e punës më të mira? Kushtet e vështira të punës janë gjithsesi. Ato mirë, po edhe mungesa e personelit mbi ngarkesa, burnout kalon tanë kohën me 1 ditë, 2 ditë lirë, prapë në punë, ndëherë edhe fizikisht edhe psikikisht janë tepër të lodhën edhe mbi ngarkesa e bën veten. Mandej pagat, vlerësimi edukimit, gjitha këto ndikojnë. Të infermierëve, specializimet, duhet pranohen, duhet shkon përpara të ngrisim një karrierë pak në nivel shumë të lartë. Gjitha këto janë sfidat me të cilat të themi përballen infermierët çdo ditë në vendin ton apo edhe në vendin e punës. Mund të na thuani se si kategorizohen infermierët në vendin ton? Në vendin ton kemi 3 kategorizime, me shkollë të mesme infermierët që janë me punë bazike, me barqellor dhe specializimet. Specializimet e ndryshme në pjesët e specializuara, ata janë si anestezi, kirurgji, kujdes intenziv, kardiokirurgji. Dhe aty me të vërtet kërkohet një profesionalizëm që duhet të ketë infermiera specializim apo stafat për atë pjesë. Do të thonë janë të ndara me një çfarë mënyre? Janë të ndara, mandej kemi edhe aparate me cilët manipulimi duhet të jetë në një nivel pak më të lartë, aparate edhe janë ata specializime edhe në të gjithë botën, vetëm te ne që kanë filluar disa vitet e fundit, shumë më vonë. Zonja Flurie, ju mund të na thoni se pasi që jeni një kohë të gjatë e punoni këtë profesion dhe mund të na thoni se sa ka ndryshuar profesioni infermerisë ndër vite? Kur keni filluar dhe deri më tani? Ndër vite shumë.
Unë punoj pri 1986. Ata edhe fillimi I punës time, një shembull, kur kam fillu të punoj, kam punuar me shiringat të qelqit. Ato. Pas disa viteve veç filloj për një përdorim, ose dorezat të cilat laheshin, pastroheshin, thaheshin me talk, tash I kemi për një përdorim. Këtu gjithçka që kanë për një përdorim janë sterile dhe nuk ka për infeksionet janë shumë më të zhvogluar se më parë. Më të ralla, mund të themi lirshëm që nuk I kemi ashtu. Çfarë duhet të ndryshoj? Të themi për të përmirësuar kushtet e punës dhe pozitën e infermierëve. Ngritja edukative të mbajnë sa më tepër edukacione, shkollimit pranohet, specializimit pranohet, vendet e punës, kushtet në vendet punës duhet përmirësohen, higjiena të jetë në nivel më e lartë. Në këto aspekte Gjitha këto ndikojnë. Ndikojnë të gjitha. Atëherë kur I kanë pacientët dhe kushtet më të mira dhe vetë ke kushte. Shembull të merr një pacient sipas të standardeve, gjysja e standardeve. Një pacient me një parë dozreza nuk guxon të përdorish te pacienti tjetër, se bart infeksionin prej një pacienti në pacientin tjetër. Si shembull edhe është një të shkurtër ta kemi. Do të thotë dikush, po ka vlerë shumë të madhe. Ka vlerë shumë të madhe. Atë janë kushtet financiare në për institucionet tona, modernizimi, aparaturat ndryshme të reja, në përbotë përdoren shumë aparate të reja që dhe një shembull do të jep shembull në Turqi në edukacion atje isha, edhe kishin shprit sisteme. Shprit sisteme e mbush shembull du ta japun një antibiotik. E mbush sistemin me 100 ml ose 50 ml e jap antibiotikun shkon. Nuk bëj haos farmakologjik. Lëshohet infuzioni I pastër, mandej vendohet bari tjetër që ka do në ta japish. Nuk bësh përzierje të barnave. Diçka që nuk kushton shumë, mirë po e mbron pacientin edhe për reaksioneve alergjike, nuk bën haos farmakologjik, shkojnë barnat pastër, me rregull, me sasi duhur të tretjes. Ka shumë sende që duhet bërë shumë ndryshime. Do flasim edhe për këtë pjesë, sepse ju jeni gjatë kohë në fushën në këtë profesion që ushtroni e punoni disa vite dhe keni qenë edhe jashtë vendit. Të flasim pak për këtu. Sa të rinjt interesohen për këtë profesion? Sa është interesimi I të rinjëve? Pasi që e dim që nga mjekësia mund të vinë praktikantë në për spitale kështu me radhë. Unë jam e kënaqur se në spitalin tonë psikiatrik Shkup. Kemi shumë studenta dhe shkollave të mesme kemi kontrata që vinë në praktikë të rinjët si studentët në për fakultete ashtu edhe të shkollave të mesme. Tregojnë interes jashtëzakonisht të madh. Mjekësia do të flenë në zemër. Duhet ta dush profesionin që çdo ditë ka risi, ato çdo ditë të risi I ke në internet, hap e lexon e aprovon. Është shumë profesion I bukur, edhe pse ka momente shumë bukura kur pacienti reanimohet, kalon shërimi I tij shumë lehtë dhe shumë bukur, shkon në shtëpi, po ka edhe momente që dështojnë mirërisht dhe emocionalisht me vërtetimi shumë të ngarkuar. Sado që mundohesh që ta mbajsh veten, kjo është përditshmëri, kjo është normale, kjo është pjesë e jetës, nuk është... E dim që mund të ndodhë që ju si infermier mund të jeni edhe në momente më të vështira, në të themi në frymën e fundit të pacientit, dhe sa të themi jeni të përgatitur emocionalisht? Me kohë, eksperienca e bën të veten, mirë pa asnjëherë nuk mund të thuash se okej. Nuk është problem. Vdekja është e ftohtë. Nuk mundesh të jesh indiferente. Ato shpesh edhe I bartim edhe në familjet tona, shkon në shtëpi e mërzitur, au ky rast kështu si ndodhi shumë preka. I keni emocionet, them edhe I bartim edhe në për familjet tona, mandej edhe niveli adrenalinës gjatë reanimacioneve, se ndet ai reagon në organizmin ton negativisht.
shpesh jemi me tensionet larta, me probleme trahunave të zemrës, i lën pasojat e veta gjatë jetës. Kishte një anket në Kosovë, ku kanë bërë anketimin e ankthit edhe stresit të personeli mjekësor në për repartit të ndryshme. Nivel më të ulët ka tregue në repartin intensiv. Edhe me njëherë, si mundet. Thëmë, mbare për personelit, sa përvoj pune ka. Gjatë viteve, me kalimin e viteve, organizmi adaptohet të punon në ndër adrenalin, edhe nuk reagon fort, ti në mënyrë mahinale, e shef pacientin, e shef gjendjen me një syti e dalon, shkoj të dhe bësh punat që duesh edhe animonat në merë masa. Edhe stresi edhe adrenalina janë pak nivel më të ulët, për shkak se me vite organizmi është adaptuar në atë mënyrë punës, edhe pse emocionalisht jo. Emocionalisht jo, sado që tjetë jemi njerëz, ku shohim diçka mund të ndjejmë keqardhje, mund të ndjejmë i keq, dhe sado pak si që potencuat edhe ju. Pasi që thot situata, atëherë që ajo vjen pjesa emocionale, se ti i ketë ndame ata dy pjesë, si tem në momentin e duhur nuk di si t'ja u sfjegoj. Në atë moment shifni ta kryeni punë, po pastaj... E kryen punën në momentin, pastaj kur qetësohesh... E mendon atë pjesën, rikthesh. Rastet e bukura edhe rastet e jo të mira, ti them me një ashtu, jo se gjithë janë mirërisht njerëz të moshuar, kemi edhe ndjem vajzat të reja në moshën më të bukur, kur ende lulëzojnë. Dhe kjo ndikon ndoshta edhe më tepër tek personeli mjekësor. Biseda momentale që tash momentalisht më prek. Ju shoh unë momentalisht që në sytë e zonjës Flurie, shoh lotën në sytë dhe sadopak për aq kohë sa keni punuar, keni ndonjë rast specifik që e mbani gjatë pasi që jeni 2 dekada në këtë profesion që e ushtroni. Keni ndonjë moment të veçantë gjatë punës suaj që e kujtoni? Shumë momente edhe jo të bukura edhe të bukratëm. Shembull si një moment që asnjëherë nuk mund të harroj 21 vjeçar një djalë prej ka fshu bleta. Alergji prej bletës derisa e prunën reanimo. Edhe ndonjëherë të kalojsh ato limitet e reanimacionit, është i provojnë edhe pak, ndoshta kthehet ato. Ose një pacient që e prunën në vetur, ja Libanosën me kardiak arrest, e reanimum, 1 muaj e gjys, 2 muaj në intenzive ande kënduj, u qu njeri unë kam 2 veta, shkoj në shtëpi. Edhe kjo ka ato momentet e bukura. Momentet shumë bukura, i ke edhe ato momentet shumë dhimbshme. Aqë e ndjenë shpirtërisht atë kënaqësi, kur pacientin me kardiak arrest kthehet mbrapa. Me reanimacion. Ajo është diçka më e bukur se ajo nuk ka. Thjesht ndjehesh e lumtur, kënaqesh në atë moment dhe të mbetet si një... Kur e ktheni në jetë, themi. Zonja Flurie, ju unë e potencova që ju keni të themi përvojë mbi 2 dekada në fushën e shëndetësisë, duke e punuar si teknike e anestezionit, reanimacionit dhe kujdesit intensiv. Si e kujtoni fillimin e rrugtimit tuaj profesional dhe çfarë ju ka motivuar të zgjidhni këtë profesion? Këtë profesion gjithë e kam dashur. Do thotë infermieria, mjekësia në përgjithësi, nëse e don me shpirt atë profesion, gjithë hecën përpara. Gjithë hecën. Është mandej ajo pjesa se gjithë je si shtyllë shëndetësore, 24 orë pacientin e përcjell, i ndihmon, edhe pjesa kur pacienti me të vërtet përmirësohet prej një gjendje jashtëzakonisht të rëndë, ajo diçka më të bukur nuk ekziston. Ato. Edhe gjithë të intereson. Çka u bë kjo? Si është kjo? Si është ajo? Gjithë merr, lexon, shep. Është pjesë që patjetër çdo ditë ka risi të veta. Edhe mbas afër 40 viteve përvoj pune, prap ka risi. Teknologjia shkon përpara, mjekësia shkon përpara,
aparatura të reja, është një lehtësim i diagnostifikimit të pacientit. Që më kur kam fillu për herë parë punoj në intenzive kirurgjike në spital në klinik, atëherë nuk kishim monitora, pulsin e matshim me orë, me ato mjetët që keni pasur në ato kohë. Me të stopume, edhe lëshoj që orën me dorën pulsin, në 60 sekunda, tamam, ka që ka pulsin. Ato, mandej që tash në ditën e sotit i ke monitorët, i tregon pulsin, i tregon nivelin e oksigjenit në organizmë, Gjitha rrahjet e zemrës. I tregon numrin e frymarrjeve, rrahjet e zemrës, çrregullimet në rrahjet e zemrës, gjithçka. Edhe pse si teknika anestezionit neve na trajnojshin me kohë, apo më dorën puls nuk guxon ta hekish. Në fillim nuk i kuptoisha pse mos ta hekë, unë kam monitorin, nuk kam duhet unë ta përcjelli. Mirë po me atë që ndoshta një vit apo 2 sa që kom hyrë në sallë të operacionit me pacientin, unë e kam pas dorën, me atë unë i dalloj gjitha çrregullimet që i tregon puna e zemrës ekstrasystolet, apo tahikardit ose pulsin parafërsisht nuk kam duhet as monitor, unë e di 5-10 plus minus, them 100-105 ose 80-85 aty parafërsisht, unë vetëm e të prek me veç ma sot e di unë sa e ka pulsin, nuk kam duhet monitor. Ndështë edhe përvoja e punës e ka bërë të vetën që tani më nuk ju duhet të monitori, e dini vetë ashtu. Repartet e anestezionit, reanimacionit dhe kujdesit intenzivë konsiderohen ndër më të vështirat. Sa e rëndë është njëkohësisht humane kjo punë në këto reparte? Ju e potencuat edhe më herët, treguat disa raste, po për juve kjo punë? Për shumë humane. Në këtë pjesë bjen edhe anestezioni që jeton kohën në sallë të operacionit, gjatë operacionit pacientit, i ke monitorimin komplet që e kemi si ligj pacientit nuk guxon t'ja kthesh as shpindën. E ke tankon aparatin pacientin çdo herë përpara. Edhe nëse punon i jep bana diçka, vetëm kthehesh me dorë marrish edhe i jep asesi një gyp bie, që janë gypa shumë të lehtë për një përdorim, janë ata pacientit i ndërpritet frymarrja, se automatikisht gjatë anestezionit pacienti nuk merr frym, i ndërpritet me bana frymarrja, konektohet në aparat, edhe aparati e merr funksionin e mushkive të frymarrjes. Njëkohësisht edhe gjitha parametrat e tjerë përdoren. Them ndonjëherë është një pjesë që është 99% e qetë, e përgatitur krejt para kohë, mirë po ai 1% që është shumë i rrezikshëm. Mund të na thuani pak se sa është ngritur vetdia tek qytetarët për punën e infermierit? Ne hasim në halle të ndryshme të njerëzve, kur vinë në spital askush nuk vjen nga qefi, gjitha kanë ndonjë hallë. Kemi pasur, po ndoshta edhe ju keni pasur raste kur ndonjëherë qytetarët të themi ju vërsulen edhe motrave, bëjnë fajtor edhe motrat. Varet prej rastit, duhet edhe dish ta menaxhosh infermierët, zakonisht edhe janë përgatitur në atë aspekt menaxhimi. Sidomos gjatë reanimacioneve asnjëherë nuk e bin pacientin një person ose pacienti vjen vetë, ato janë raste të ralla. Shembull, ato raste të ralla janë infarktet, kur për një herë ndjen dhimbje gjoksit, sendet në spitalin e para ose ambulantën e parë, shkon pacienti vetëm djersitë, dhimbje gjoksit dhe zakonisht dim se infarktet. Raste të tjera vinë me familjar, 5-6 veta se ndibin, edhe shpesh ata din pak më agresiv, pri frikës, pri stresit që ka do ndodhë, do t'ju vdesi afërmi, dhimbja është e madhe dhe aty gjatë reanimacionit din të bajnë ato, mirë po duhet ti menaxhosh. Ju lutem, dilni momentalisht, pritni pak, durim të keni andikën, në ngjarjet prej fjale, prej... Do më thonë duhet sado pak edhe infermierët të kenë ta luajnë edhe rolin e psikologun me një çfarë mënyre. Zakonisht edhe rrallë vërsulen pri frikës se çka do të ndodhë me të afërmit e tyre, ato zakonisht pri afër shiqojnë. Unë nuk kam pasë në karjerën time, ndonjëherë ndonjë rast të vërsulet dikush, ndoshta di pak me tonë më të lartë, lutem pritë që të sovu. Po edhe e shef se punojsh, e shef se mundohesh maksimumin e japësh prej vetës, është punë jashtë. Zakonisht e lodhshme ti të bëjsh masazh atë zemrës, zakonisht edhe bëhet ndrimi 2 personave 3.
gjatë reanimacionit, intubacionit, e se ndë këto... Ju gjithashtu jeni pjesë e shoqatës Për Ne. Mund të flasim pak për këtë shoqatë, me çfarë misioni dhe kur është themeluar dhe cilët janë qëllimet e saj kryesore? Vitin e kaluar në 28 nëntore themelum shoqatën e infermierëve psikiatrike. Shoqata Për Ne ekziston që shumë vite më parë dhe ka pasur gjitha branshat shoqata, si dek e shoqatës Për Ne Sonja Serbeshlievska. Mi po shoqatë psikiatrisë, motrave psikiatrike nuk ishte, dhe vjetë të vendosëm ta themelojmë, është mëse e nevojshme të ketë çdo deg e mjekësisë të ketë shoqatën e vetë. Shoqata Amerika ato anët shumë pozitive, cila e ngrit nivelin e vetëdijsimit me edukacionet ndryshme, kongrese, seminare, simpoziume, mbahen mandej shkëmbimet ndërinstitucionale si në vende dhe me vende tjera mund të merë risit në mjekësinë, atë pjesë të mjekësisë që flasim për pjesën e psikiatrisë. Të flasim pak, ju gjithashtu keni realizuar edhe trajnime profesionale në Stamboll, jashtë vendit, dhe sa ka ndikuar këto përvoja ndërkombëtare, të themi, në ngritjen tuaj profesionale? Këto përvoja janë masit nevojshme, edhe mendoj se Ministria duhet ma tepër të investon në infermieret e mjekët gjithsesi, edhe ashtu i dërgojnë në për shtetet tjera në edukacionet ndryshme, në branshat ndryshme. Atë përvoj që e mora atje, këtu më parë nuk e kishim. Bashkë me anesteziologe ishim për blokadat e nervit. Një shembull ta jap, operacioni i krahut, me vite bashkë në anestezion përgjithshëm. Atje i pa mënyrat e reja, vetëm blokad e nervit, anestezion i regional, një pjesë rajonal, krahutën edhe deri atëre nuk mbashte ajo mënyrë, si shembull. Ose gjana të reja që neve ende sot për sot në Maqedoni nuk i kemi. Ati punojeshte shumë me robotin Da Vinci. Ishte punje robotike dhe operacioneve jashtëzakonisht të mëdha, cilat të neve ende i bajnë me prerje mediale të barkut komplet. Atje bëhet si mënyrë laparoskopike të neve që bëhet holicista heqja e gurve të tirëzës. Ato i bëshin operacionet e zorve me anastomoza, me sende jashtëzakonisht ndaja me 3 vrima, edhe stomat bile i hapshin në atë mënyrë, kërë që pacienti infekcionet janë më të vogla, pacienti shërimi me njëherë, pacientit nesër me mund të kambet nuk ka dhimbje vara, nuk ka ashtu. Dhe më thonë është diçka më letë edhe për pacientin, që më shpejt të themi të lëviz. Rehabilitohet më shpejt. Ta merr vete. Gjatë operacionit ato i kishin temi kur dyshim ose i diagnostifikohem si karcinom të pacientit, të merret gjatë operacionit për temporet, të merret material, dërgohet me njëherë për 15 minuta, vjen rezultati çfarë karcinomi është, edhe të vazhdohet mënyra e punës më rapide apo e pjesërishme. Shumë gjana të bukura. Keni mësuar. Zonja Flurie, pasi që pas përvojës suaj shumë vjeçare, ju gjithashtu do të mirëni pjesë edhe në kongresin e ESNO që do të mbahet në qytetin e Romës, dhe ku ju është pranuar tema për depresionin. Të flasim pak sa e rëndësishme është kjo në aspektin tuaj profesional dhe pse vendosët ta trajtoni pikërisht këtë temë për depresionin. Vitet e fundit depresionet e kanë vendin e parë në botë si sëmundje. Në vit 280 milion banor në nivel botëror, 3.8% të popullatës kanë probleme me depresion.
Në teritoret tona njashtu Maqedoni 4 deri më 5%, Shqipëria është një nivel 4 deri më 5%, Kosova është një nivel pak më lart 5 deri më 7%. Kështu që do themi që këto përqindjet ju kanë shtyer që të mirëni pikërisht me këtë temë të konkuroni? Këto përqindjet të drejtë mendoj se nuk janë edhe aq reale. Mendoj se janë me një nivel shumë më të lartë, për shkak të stigmatizmit në rajonet tona. Pacientët, mendoj populli që ka nevojë ose që është në gjendje depresive, nuk shkojnë te mjeku, rrethi. Gjitha këto e bajnë të veten, ende çka do të thotë ai, çka do të thotë kjo, nuk shkohet te psikologu, nuk shkohet te psikiatri. Duhet të shkohet. Depresionit nuk janë edhe aq të lehta. Kemi shumë lloje depresioneve. Ka shërim në ditë sotit, ka edhe terapi shumë të bukura, ngritja e nivelit serotoninit, hormonit të lumturisë në formë tabletare, ose biseda, seansa me psikolog, nevoja edhe me psikiatër, tableta qetësimi, ka mënyra pse dëvohen një person kur ka zgjedhje. Në Maqedoninë ende kemi shëndetësinë. E kemi në nivelin e duhur, aty ku duhet të jetë? Mungon pak. Ka, ashtu. Pari mirë, po personeli shëndetësor me këta kushtet në të cilat punon e jep maksimumin. Maksimumin e jep. Ndoshta të kemi kushte më të mira, të kemi aparatura më të mira, shumë më përpara do të shkonim se shumë shtete tjera që janë veç në nivel shumë të lartë. Kemi neve shumë mjek, infermiere të cilat janë në përbot, punojnë në spitalet botërore. Edhe gjithë janë të mërtume si me të vërtet i vlerësojnë, i rangojnë, ose mjek të shquar. Shumë bransha tjera, po tash flasim për infermierin, për mjekësin, për gjithësi, për shëndetësin. Ka shumë për të folur për këtë pjesë. Dhe zonja Florie, nuk na mungon, nuk kemi edhe kohë minutazh të themi për deri në fund të emisionit, cili do të ishte mesazhi juaj për këtë ditë të infermierëve. Thash edhe më parë, infermierët janë zemra e shëndetësisë. Dhe pa infermierët nuk mundet të funksionon shëndetësia. Shëndetësia është një zinxhir i lidhur me të cilin nuk mundemi as pak pa njëri tjetrin të kontribuojmë. Gjithçka shkon një zinxhir dhe janë të lidhura njëra me tjetrën. Edukacionet vazhdueshme, shkollim, specializime në bransha. E gjitha këto. Unë ju falenderoj edhe njëherë, zonja Florie, që ishit pjesë emisionit të mëngjesit të ritmi i ditës. Shpresojmë që do të kemi edhe një ditë më të gjerë për të biseduar edhe më gjatë, duke pasur parasysh se koha televizive nuk na premton, dhe shpresoj që do flasim edhe njëherë tjetër, do ju kemi të ftuar në emisionin tonë. Ju falenderit. Gjithsesi ju uroj gjithë infermierëve, ditën ndërkombëtare të infermieris, fat, suksese në punë. Gjitha këto. Ju falenderit edhe një herë.